Ajo ka qenë një personazh mjaft i komentuar për deklaratat e saj të drejtë, po flasim për Rike Roçin, ku së fundmi është kthyer në një intervistë pas një kohe mjaft të gjatë. Ish banore e edicionit të shtëpisë më të famshme nëmër 3, ka komentuar disa nga personazhet e famshëm me të cilët ka pasur raporte apo ka krijuar varësisht rrethanave. Ajo ka folur dhe për Gjestin, fituesin dhe fenomenin e edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Tutje e Rike theksoi se e ka parë në një festë, por që ka qenë vazhdimisht e rrethuar me roje sigurie dhe kjo gjë nuk i ka pëlqyer as pak modeles. Gjestin e kam parë për herë të parë tek një festë, por ishte i rrethuar me shumë çuna dhe unë adhuroj thjeshtësinë të një personazh. Rri më i thjesht, më mirë aty në tavolinë, ne ishim vetëm femra, nuk do ta hanim, deklaroi Rike Roçi. Tutje ajo tha, respekte, por më bëri përshtypje kjo gjë që ishte i rrethuar sepse thjeshtësia e robin e bën më interesant. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Rike Roçi po vazhdon të jetë mes Shqipërisë dhe Italisë, për shkak se jeton atje me familjen. E po me sa duket, jo të gjithë e pëlqejnë fenomenin Gjesti.